Influencerja dhe ish banorja Big Brother VIP Albania, Sara Berisha, ka festuar ditëlindjen e saj, një ditë e veçantë që u shoqërua me urime të shumta nga miq familjar dhe ndjekës në rrjetet sociale. Postimet e saj u mbushën me komente urimesh dhe mesazhe dashurie nga fansat që e ndjekin prej kohësh. Megjithatë, ajo që ra më shumë në sy ishte heshtja e DJ PM-it, me të cilin Sara ka qenë e lidhur për një kohë të gjatë. Ndjekësit vunë re se PM-i nuk bëri asnjë postim apo urim publik për Sarën, një detaj që menjëherë ndezi thashethemet mbi marrëdhënien e tyre. Në të njëjtën kohë, DJ PM-i zgjodhi të ndajë në story disa foto nga udhëtimi i tij në Amsterdam, duke lënë të kuptohet se ndodhej larg festimeve të ditëlindjes së saj. Ky veprim u interpretua nga shumë ndjekës si një shenjë ndarje mes çiftit. Komentet në rrjetet sociale u ndan mes atyre që e konsiderojnë këtë si një sinjal të qartë se marrëdhënia e tyre ka marrë fund. Pavarësisht kësaj, Sara duket se ka zgjedhur të fokusohet tek dita e saj e veçantë dhe tek njerëzit që i qëndrojnë pranë, duke ndarë momente të gëzuara me fansat dhe duke falendëruar të gjithë për urimet.